Çfarë ka Po, bërë përshtypje më shumë nga gjithë kjo ngjarje, pra një gjë që e veçoni nga gjithë informacionet që keni marrë dhe ju duket si gjë e mistershme prapë? atëre, nga gjithë ky informacion që unë kam gërmulluar për sa i përket çështjes së Vlorë Namatës, më shumë përshtypje më ka bërë çështja e hakmarrjes. Për t'i hapur një plak familjes, për ta trajtuar Vlonës si një harem për t'i hapur një plak nënës së Vlorë Namatës. Është njëra nga versionet. Një version tjetër ka të bëjë po me hakmarrjen ndërmjet marrëdhënieve të nënës Vlonës me të tretët dhe zhduke e Kur Vlonës thoni me të është tretët, me kë e keni fjalën? Pra hakmarrje ndaj kujt? aty Nga kush te kujt? brenda familjes së Vlonës. Brenda familjes së marrëdhënieve familjare ndërmjet burrit, gruas dhe kunatës. Pse Pra punata ka qenë konflikt? motrës së burrit, e cila ka qenë prezent në momentin e marrjes së Vlonës ose në momentin që Vlona doli për të shëtitur, që u largua nga banesa gati 500 metra. Kështu që ajo ka qenë prezent në atë moment dhe mund të di dhe ka parë diçka, të cilën më vonë pasaj nuk ka folur në momentin e parë, nuk ka folur në momentin e dytë, nuk ka qenë një zot inspektor i krimeve për ta zbërthyer të gjithë të ngjarje, është lënë në heshtje me pretendimin se do dali sot, do dali nesër, do ta sjelli nesër Vlonën, do ta sjelli pas nesër. Ashtu siç e thash, është diskutuar në shumë media çështja e Vlonës dhe ndofta është bërë si një presion në momentin e parë marrja e Vlonës, por në momentin e dytë pasaj duke parë që është bërë një çështje problematike dhe mund të kapej në çështje kriminale, penale, atëre ata persona që e morën ka vendosur të mos e kthejnë Vlonën dhe ta kthehen ndaj mamas së Vlonës dhe të mbyllin gojë të gjithë pjesëtarët e tjerë, ata aktorë që e kanë ditur ose e dinë edhe sot kush e rëmbeu Vlorë Namat. Pra do të thosha që janë shumë element brenda të cilët nuk ka arritur të zbërthejë dot policia kriminale. Ne bëm sa mundëm, u përpoqëm me të gjitha mundësitë, mjetet dhe kapacitetet që na u vënë dispozicion në atë moment, ashtu si thash, u bë dhe portreti i Vlonës nga ekspertë kriminalistikës nga shteti i Britanisë së Madhe dhe duke parë dhe momentet kur Vlona ishte e vogël dhe nuk arritëm në gjurmët e fundit të Vlonës, sepse erdhën shumë informacione të cilat e ngatronin vendodhjen e Vlonës, e ngatronin variantet dhe versionet nga më ndryshme se ku mund ndodhi Vlona. Ne kemi vajtur në disa nga ato informacione ku është ngritur versioni se ndodhi Vlona dhe nuk kemi pikasur dhe nuk kemi konstatuar që Vlona jetonte në këto vende. Kështu që vetëm sot mund ta di vetëm mundet ta di vetëm ish bashorti ose babai i Vlonës. Mund të ketë një informacion. Kush janë personat kyç të cilët e dinë se ku ndodhet Vlona Mata dhe a vazhdojnë ta dinë se ku ndodhet tani në dijenin tuaj? Atëre, në momentin e parë, unë e thash pak përpara që ishte halla e Vlonës e cila dinte diçka për sa i përket zhdukjes së Vlorë Namatës.
Pastaj më vonë mund t'jetë, thash, se nuk dua ta përsëris, mund t'jetë edhe një hakmarrje ndërmjet burrit dhe gruas, pra babait dhe nënës së Vlona Matës. Dhe e treta është edhe një person që jetonte në Maqedoninë e Veriut, që mund ta ketë rrëmbyer Vlona Matë, për arsye të ndryshme. Të treja këto versione që unë sapo i thash, nëse do ishin marrë seriozisht në momente e para, të ishin gjendur dhe gjurmët e Vlona Matës. Por këta persona e lanë në heshtje të çështje dhe koha bëri punën e vet, dhe sot jemi para një momenti ku shokët dhe shoqjet që ishin me Vlona Matën janë rritur, mund t'jenë larguar nga qendrat e banuara atje ku jetonin së bashku me Vlonën. Hadha e vet është larguar dhe ajo ka krijuar familje, është larguar nga zona e ku jetonte, dhe kështu që sot një pjesë e këtyre mbyllin gojën dhe thonë nuk na duhet neve më se çfarë ka ndodhur me Vlonën, sepse janë rritur dhe janë shumë më koshient, ndërkohë që në momente parë ishin fëmijë të vegjël dhe ishin shumë të brisht dhe mund ta tregonin me njerë të gjithë ngjarjen, ndërsa sot e kanë tepër të vështirë për të treguar se si ndodhi ngjarja, pa çka se ne e dim si ndodhi ngjarja deri tek zhdukja e Vlonës. Ne nuk dim pasaj se ku vajti Vlona, ku fjeti ata Vlona, dhe më vonë pasaj se ku kaloi Vlona, që pretendohet që ka kaluar kufiri shqiptar mbas ISA 4 orëve, dhe më vonë pasaj flitet që ka kaluar dhe zonën e Ballkanit. Këto janë ato versione dhe informacione që ne arritëm të grumbullonim në momentin e parë kur unë dilja në media dhe kisha një informacion dhe më vidi një informacion mbi çështjen e Vlona Matës. Pastaj me largimin nga media edhe një pjesë e këtij informacioni u zbe, dhe kështu që i ngeli në dorë vetëm nënës së Vlonës, e cila për hir të vërtetës nuk ka rendur se e kërkuari fëmijën e saj, por që akoma nuk ka arritur në gjurmët e Vlonës. Avokat, a ka pasur një moment që ju keni menduar se jeni shumë pranë gjetjes së Vlona Matës? Ka pasur një moment kur ne kemi diskutuar në një media çështjen e Vlonës dhe menduam në momentin që u bë dhe portreti i Vlonës, ne menduam që nëpërmjet krahasimit të karakteristikave të Vlonës, të përgatitura nga ekspert kriminalist në Anglia, pretenduam se vetëm shumë afër pikës së Vlonës, por ndofta dhe u dekonspirua diçka, ndofta janë shumë variante brenda të cilat për hir të vërtetës ne nuk arritëm dot që ta gjenim Vlonën dhe t'ia sillim nënës së Vlonës. Pra, ose rolli informacioni, ose dikush nuk donte që të realizoj ky operacion për gjetjen e Vlonës. Pra, ishin shumë elementë brenda të cilët e ngatronin këtë situatë dhe deri sot jemi pa asnjë rezultat konkret për gjetjen e Vlona Matës. Mendoni që ka shpresa për të gjetur Vlona Mata? Nëse ka një seriozitet, ka dhe një dashamirësi nga ata që sot janë vënë në lëvizje për gjetjen e Vlonës, sigurisht që Vlona gjendet.
por e para. E dyta pasaj, nëse dikush flet nga ata që e di se ku ndodhet Vlorna dhe ai e ndihmon mjaft shtetin shqiptar në për të vajtur për gjetur Vlorna. Kështu që nuk është një send ose një, se themu një element që e ka përpjellë dheu, por është diçka që e di dy veta. Dhe kur dy veta e dinë se ku ndodhet Vlorna, është tepër e vështirë për ta mbajtur sekret për gjithjetër. Unë do thoshe që duhet të flasin ata dy veta. Duhet të flasin ata dy veta që tregojnë se ku ndodhen dhe për ta mbyllur një herë e mirë ngjarjen dhe situatën në cilën ndodhet familja e Vlorna Matës.